emnat më të njoftën për atë, ndoshta njëri për këtyre në qoftë se fiton Franca, unë e kam dilema. Atëherë Franca do ta ketë edhe futbollistin më të mirë të këtij botërori, sepse mëra më është komentuar ndryshe, nuk kemi fol për topin e art, po flasim për futbollistin e botërorit. Botërorit, po. Dhe unë, nëse ka ndonjë ekip që mundet me i rezistu Francës, ai ekip do t'jetë Anglia. Apo? Spanja. Spanja? Po. Unë po mendoj, sepse ka shumë teknik në qarkullimin e topit, ka shumë disiplinë në fazën e mbrojtjes, kthehet shumë shpejt në mbrojtje, me timing të hatashëm, ka timingun e pasimit, ka mbrojtje mjaft elastike, mjaft të zhdërvjellët kisha me thonë, edhe ka cilësi shumë në mes fushë, edhe në sulm. Pikrisht Yamal është në ngritje sipër, sot ka pas disa goditje në port, dhe do t'jetë shumë i motivum. Ndoshta mund t'jetë Franca favorit për shkak këtij sulmit që e përmendëm, por unë nuk mendoj që Franca do të fitoj lehtë kundër Spanjës. Në qoftë se ju të gjithë mendoni se do të fiton Franca, nuk do të jetë pjesa më e madhe, po themi që Franca. Do të jetë interesante, atëherë dikush më ndru, edhe unë mendoj që Franca ka